Do të vjojmë diskutojmë në lidhje me ndryshimet që u bën ditën e djeshme në buxhetin e shtetit nëpërmjet një akti normativ, por do të flasim edhe në lidhje me zhvlerësimin e euros në nivelet më të ulta historike në raport me lekun në tregun e brendshëm, dhe kjo rënje vjen përgjatë muajit tetor kur fluksi i euros në ekonominë tonë është nivele më të ulta. Më gjërësisht do të diskutojmë me ekspertin e ekonomisë, pedagogun zoti Selim Bliku. Zoti Bliku, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit. Ta nisim me pensionet, ndryshimet që u bën ditën e djeshme në buxhetin e shtetit nëpërmjet një akti normativ, ku në total fondi që do të shkojë për asistencën sociale, ku përfshihen edhe pensionet, pra bonusi i fundvitit, shkon në rreth 97 milion euro. Në këndvështrimin tuaj, do të kemi një bonus më të lartë në fund të këtij viti për pensionistët? Rritja është e konsiderueshme, sidomos nga viti i kaluar në nivelin 37 milion në 97 tani që është 37.5 në 97, kemi një rritje thuajse me 3 fish, pra jo specifikisht, por thuajse 3 fish rritje. Dhe do t'i përmbajmë pak a shumë skemë, pavarësisht se kjo nuk është akoma përfundimtare, do duhet që të bëhen propozimet nga institucionet dhe të konfirmohen nga ministria në fund të vitit, por skema do t'jetë po ajo, pra pensionistët që marrin në 20.000 lekë të marrin më tepër, dhe ata që kanë që marrin aktualisht një pension më shumë se sa 20.000 të marrin pak më pak, dhe kjo ndoshta për të qenë pak më e drejtë ose një shpërndarje sa më përfaqësuese. Nëse do të përmbajmë dhe do të shfrytëzohet i gjithë buxheti siç është planifikuar, kjo detyrimisht do të sjell një rritje të ndjeshme në xhepat e pensionistëve në fund vit, jo për të krijuar pritshmërinë që realisht mund të jetë 3 fish nga çfarë morën vjet për të krahasuar, por vetë alokimi i buxhetit lë të kuptohet që pritet një rritje e konsiderueshme dhe një mbështetje që do ta konsiderojmë si të nevojshëm, përderisa ka pasur një mos përfaqësim dinjitoz të pensioneve të ulta, pra një tematikë që është debatuar dhe konsumuar mjaft shpesh. Nëse do të përmbahemi, presim që kjo domethënë të sjellë vërtet një kontribut të ndjeshëm në xhepat e pensionistëve në fund të vitit. Megjithatë, qasja duhet vjoj të jetë kjo duke parë njëkohësisht edhe planin qeverisës për 4 vjeçarin deri në 2029, ku parashikohet dyvishim i pensionit mesatar në 400 euro nga 200 që është aktualisht, dhe po dyvishim i pensionit minimal nga 100 në rreth 200 euro. Me këtë rritje të konsiderueshme që pritet bëhet përgjatë 4 vjeçarit sapo ka nisur, mendoni se do ndryshoj edhe praktika, pra dhënia e bonusit më mirë të përkthehet në një rritje të shpërndarë në 12 muaj sikurse merret pensioni? Në pjesa më e drejtë ose një zgjidhje më e drejtë i problemit do të ishte një përfaqësim dinjitoz i pensionit mujor që pensionistët marrin. Por le ta quajmë që deri në atë pikë, deri në të arrijmë, domethënë në momentin që pensioni të jetë përfaqësues dhe vërtet i denj, ndoshta jemi duke mbyllur sadopak të hapësirë me një bonus pak më të lartë të vitin e parë, domethënë të mandatit të ri të qeverisë. Kështu që deri në atë moment nuk po them që justifikon, por të paktën është një përpjekje sado e vogël që të ndihmojë dhe të suportojë pensionistët, sepse realisht janë të nënvlerësuar nga aspekti i pensionit që ata marrin. Nëse do të realizohen deri në fund të 4 vjeçarit, premtimet ose parashikimet e kryera, kjo është në vetvete një zgjidhje e problemit që sapo përmenda, që është vërtet i ulët pensioni aktual. Dhe kjo do të ishte rruga e duhur për ta quajtur vërtet një zgjidhje të situatës. Dhe jo vetëm ta mbulojmë këtë sadopak, mbulojmë në thonjza, ta mbulojmë duke alokuar një bonus më të madh fund vit. Kështu që nëse do të arrijmë të paktën tek pensionet që sa përmendur, pra 400 euro, 200 euro, kjo do të ishte një zgjidhje ideale. Perfekt, ja, që mund ndodhte. Gjithsesi, por të vlen të them edhe këtë, ndjes nëse ndryva. Pra, gjithmonë është pak delikate pjesa e pensionit, sepse është një pjesë e madhe e buxhetit që alokohet vetëm për pensionin. Kështu që dhe kjo si sfidë, nëse flasim për një dyfishim minimumi që është dhënë si zgjidhje ose si propozim, kjo nuk është e thjeshtë, sepse kjo do të duhet që të vijë dhe me planifikimin e financave, nga tjetër që do duhet të mbështesin këtë rritje të madhe, sepse në peshë në vetvete, vetëm ajo çfarë alokohet për pensionistët, sepse janë rreth 750.000 pensionistë në Shqipëri aktualisht që marrin pension, atëherë presupozohet që edhe duhet të kuptohet peshe që do të ketë kjo rritje në 4 vjeçar vetëm në buxhet, dhe se sa kjo do të vërë domethënë trysni për alokimin e buxhetit në mënyrë të duhur, që mos të marrim nga diku tjetër kur
mund të duhen Po. vetëm e vetëm që të përmbushin të. Kështu që është delikate vetëm për shkak të peshës që ajo zë në buxhet si shpenzim. Dhe është momenti që për këtë arsye të aktivizohet kolona e dytë e pensioneve. Aktualisht kemi shtetërorin, kemi privatin vullnetar. A duhet aktivizohet privati i detyrueshëm në mënyrë që një pjesë e caktuar 5, 6 apo edhe 10% e pagës të mos taksohen dhe të shkojnë në një fond privat të pensioneve, i cili pastaj investohet, shumë fishohet, fitimi reinvestohet dhe në një farë mënyre e mbyllat gropën që ekziston tek ISSH-ja apo nevojën për më tepër financim. Kjo është një skem e mirënjohur, domethënë në ekonominë më të zhvilluara. Dhe funksionon për shkak sepse ashtu janë zhvilluar, domethënë ekonomitë, dhe kjo është për një kohë të gjatë. Por një ndryshim nga sistemi jonë është që ne kemi një ndryshim rrënjësor të mënyrës se si janë bërë shpërndarjet e pensionet apo alokimi që ato kanë pesha që zë në buxhet, dhe kësaj referohem më shumë ndryshimit të sistemit që ka një pjesë të madhe të pensionistëve aktual, për mos thënë të gjithë sipas grupmoshës, që vinë nga një sistem tjetër, kur kjo ja ka kaluar një pjesë të barrës, domethënë buxhetit dhe shpenzimeve qeverive që kanë ardhur më pas. Me detyrim nuk mendoj që do të ishte zgjidhje më optimale, por aktualisht në treg ka disa produkte që ofrojnë produkte ose shërbim paketa, pra që vërtet i vijnë në dispozicion të punësuarve që të investojnë, pra një pjesë të pagës së tyre mos të tatohet, por të kaloj si pension. Dhe këtu janë edhe disa kompani që nëse investohet X para në këtë skem, edhe vetë kompanitë suportojnë duke vendosur por të njëjtën shumë në të pagës së tyre si investim krahas tyre për ta suportuar, pra për ta mbështetur. Mendoj që do të ishte një zgjidhje më madhe që kjo ta aplikohej me gjerë dhe të mbështeteshin kompanitë që ta aplikojnë sa më tepër këtë skem, sepse do t'i sillte edhe atyre përfitime të drejtë për drejta, pra kjo do të ishte paketa që do duhet t'i ofrojë, dhe të promovojë më tepër, sepse mund të ketë shumë individ që ose ndoshta nuk kanë informacionin, kulturën e duhur që ta supozojnë dhe që ta konsiderojnë të paktën këtë si opsion, por nga ana tjetër edhe të kuptojmë peshën që kanë dhe në përditshmëri. Nëse ne nga ana tjetër jemi duke folur që shumica e qytetarëve nuk arrin të përmbushin nevojat bazë, shpenzimet e shportës bazë që janë rritur etj me radhë, atëherë kjo kalon si prioriteti 3 e 4 pjesa e pensionit, sepse është një problem që supozohet që do ta hasim shumë më vonë dhe kemi nevoja më urgjente tani për të përmbushur. Dhe ndoshta kjo është një presion tjetër që na bën hezitent si qytetar, domethënë të vendit, që ti konsiderojmë këtë opsion e shtesë. Por ti kthehem prap, është një opsion që ka vërtet shumë benefite, duke u menaxhuar në mënyrë profesionale, siç përmendë ju, që ka dalë rezultative, ka dalë pozitive si opsion, dhe në mënyrë që ne t'i shikojmë ato benefitet në vitet më vonë, siç e kam parë dhe këto ekonomi më të zhvilluara, të duhet që këtë ta fillojmë në mos herët apo vonë ta fillojmë, dhe ndoshta do incentivuar, nuk do të konsiderojmë në mënyrë detyrueshme, por do incentivuar nga qeveria në bashkëpunim me bizneset që ta nxisin këtë si opsion. Patjetër duhet incentivuar, sepse ekziston mbase jo rreziku, por ekziston një mungesë e ndërgjegjësimit në lidhje me përfitimet, në lidhje me rreziqet, gjithashtu edhe një kulturë bazike financiare, sepse të gjitha janë të lidhura, kam përshtypjen zoti Bliku, në anën tjetër dhe kompanitë e sigurimeve nuk e promovojnë shumë si produkt, sepse e kanë sigurt fitimin e tyre vjetor, pikërisht nga TPL-ja që zë pjesën më të madhe të tregut. Dihet sa makina janë në Shqipëri, dihet sa polica prien gjatë një viti, dhe në fund fare dihen dëmet dhe në fund fare dihet edhe fitimi. Kështu që është edhe kompleksiteti i munguar i tregut financiar. Ky do të ishte një produkt shtesë që do të shtonin dhe do të kërkonte një jo vetëm një kulturë, por edhe një aftësi financiare e investimit, domethënë që të gjitha këto fonde jo që të riskoheshin, pra të humbesh edhe kjo të kthehej në një problem tjetër, por nga ana tjetër kjo të premtonte edhe rritje për kompanitë që do konsiderojnë këtë si produkt që ta shesin në treg, por edhe nga ana e qytetarëve që do të zgjidhin që ta alokojnë një pjesë të pagave të tyre, të kursimeve të tyre drejt kësaj skeme, që ti premtoj atyre një kthim të shtuar, pra të shikojnë këtë edhe si një mënyrë investimi, sado pak peshë ajo mund të zërë në shpenzimet e çdo muaji. Edhe një pyetje të fundit për ta mbyllur me çështjen e pensioneve. Mendoni se në nafat gjatë
sepse parashikohet edhe në planin e qeverisë, në planin qeverisës për gjatë 4 vjeçarit sapo ka nisur. Mendoni se kjo rritje do të financohet nga buxheti i shtetit, sepse në anën tjetër edhe gjatë këtij viti, edhe për gjatë 2 viteve të kaluara, buxheti ka rezultuar me suficit. Deri tani për 9 mujorin suficiti është 470 milion euro, por duhet theksuar që një pjesë e këtij suficiti vjen nga mos realizimi i investimeve. Pra, pyetja finale do të financohet nga buxheti apo mendoni se realisht do ndërmerret ndonjë skem tjetër ndërmjetëse? Paktën deri tani pjesën e madhe se alokimi që është bërë dhe aktualisht ose edhe që pritet nga mos realizimi i disa investimeve më parë dhe ndoshta deri në një farë pike dhe ndryshimet që bëhen në buxhet, siç pamë që kjo është ndryshimi i 3 domethënë që është bërë dhe që ka një mos rakordim të palëve domethënë në proces sepse u krijuan ministritë e reja dhe tani shikohet një ndryshim shumë i madh buxhetit. Okej, disa ministri dhe disa parashikime nga buxheti më parshëm nuk është se kishin shumë disa ministri të tjera dhe po themi që janë deri diku të justifikueshme sepse janë ndarë disa ministri janë krijuar të reja etj. Por kur ne flasim për një zhvendosje thuajse trefish në buxhetin e parashikuar më parë, në një buxhet të ri që detyrimisht të bën të mendosh që ka një alokim shumë herë më të madh, atëherë nga vijnë të gjithë këto disbalancë ose pse është krijuar kjo hapësirë kaq e madhe, sepse kjo të bën të mendosh që mund të ishte parashikuar edhe më parë kjo gjë. Pra, një alokim tani i ri i buxhetit për t'u rikthyer pyetjes. Nuk mendoj që do të kishte, sepse nuk kanë propozuar ndoshta një skem tjetër më përpara, ose paktën deri tani nuk është bërë publike që si do mund të financohen ato parashikimet që janë bërë, sepse nuk po flasim vetëm për nivelet aktuale të pensionit, por tham që pritshmëritë dhe premtimet në një farë mënyrë janë që këto do të rriten për të qenë më dinjitoze, më përfaqësuese. Kështu që po flasim për akoma një rritje më të madhe në 4 vjeçarin e ardhshëm. Marrim rastin që kjo do të realizohet, pavarësisht skepticizmit që sa vërtet do të realizohet dhe nëse do të jenë si situata më parë, domethënë për pensionet të paktën, nga do të bëhen gjithë para. Deri tani nuk ka asnjë propozim tjetër ose një sugjerim tjetër, orientim që nga do të bëhen. Kështu që presupozohet që këto të jenë nga buxheti dhe i rikthem te një komendi që bëra pak më parë. Nga do të vinë këto para, do të jenë një alokim tjetër, do të rishikohen një zhvendosje kaq e madhe dhe do të ulen nga ministritë të tjera, pra nga prioritetet e tjera investime që qeveria pritet që të bëjë dhe pam që ministritë paktën që zënë më shumë volum dhe ato që kërkojnë vërtet më shumë investime, siç është infrastruktura dhe energjia, kanë marrë një pjesë të madhe gjithashtu. Por kjo të sjell të kurrjen nga sektorët e tjerë. Kështu që nëse nuk ka propozime të tjera që nga mund të gjenerohen, domethënë ose mund të sigurohen këto fonde shtesë për të arritur këto objektiva, të mendosh që vetëm alternativë është buxheti. Po.